Dua të shkoj pak tek një material i cili vjen për Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Çfarë ka sjellë Organizata Botërore? Një raport apo këshillim më sakt për të patur kujdes në mënyrën se si inteligjenca artificiale, AI apo AI në shqip, përdoret për të ndihmuar në mjekësi. Pse? Për të mbrojtur pacientin, po për të mbrojtur dhe mjekët. 32 shtete sipas OBSH-s po përdorin AI në imazheri dhe zbulim të sëmundjeve, por OBSH-ja ka thënë se vetëm 4 nga 50 shtete kanë strategji të mirëfillt për këtë gjë. Do kem dhe të ftuarit për diskutuar, po do shkoj tek materiali. Inteligjenca artificiale në mjekësi, paralajmëron Organizata Botërore e Shëndetësisë. Kujdes përdorimin pa mbrojtjen e pacientëve. Vetëm 4 nga 50 vendet e anketuara nga OKB kanë strategji kombëtare lidhur me përfshirjen e inteligjencës artificiale në kujdesin shëndetësor. Inteligjenca artificiale po transformon sektorin e shëndetësisë, duke premtuar kujdes më të mirë për pacientët dhe presion të reduktuar të fuqisë punëtore. Por në të njëjtën kohë, ajo vendoset pa masa mbrojtëse të mjaftueshme për pacientët ose punonjësit e shëndetësisë, paralajmëron Organizata Botërore e Shëndetësisë në raportin e saj më të ri. Analiza tregon se miratimi, rregullimi dhe financimi i inteligjencës artificiale në sektorin e shëndetësisë ndryshon ndjeshëm në 50 vende që përfshin Evropën dhe Azinë Qendrore. Gjysma e vendeve të anketuara kanë prezantuar çartet e inteligjencës artificiale për pacientët, ndërsa 32 po përdorin mjete diagnostikuese të mundësuara nga inteligjenca artificiale, veçanërisht për imazherinë dhe zbulimin. Vendet po eksplorojnë gjithashtu inteligjencën artificiale për shqyrtimin e pacientëve, patologjinë, shëndetin mendor, analizën e të dhënave dhe planifikimin e fuqisë punëtore. Spanja, për shembull, po teston mjetet e inteligjencës artificiale për të rritur diagnostifikimin e hershëm të sëmundjeve. Finlanda po e përdor për të trajnuar punonjësit e shëndetësisë dhe Estonia po e aplikon atë në analizën e të dhënave. Por ndërsa 26 vende kanë vendosur për prioritetet e tyre për inteligjencën artificiale në kujdesin shëndetësor, vetëm 14 prej tyre kanë ndarë fonde për këto përpjekje. Dhe nga këto, 4 përfshin Finlandën dhe Suedin, të cilat kanë një strategji kombëtare specifike për inteligjencën artificiale në shëndetësi. Dr. Hans Kluge, kreu i zyrës së OBSH-s për Evropën, paralajmëroi se pas strategji të qarta, privatësi të dhënave, mbrojtje ligjore dhe investime në leximin e saktë të inteligjencës artificiale, përdorimi i saj mund të ketë efektin e kundërt dhe të paksojë pabarazinë shëndetësore në kontinentin e vjetër. Inteligjenca artificiale është në prag të revolucionarizimit të kujdesit shëndetësor, por premtimi për kujdes më të mirë fal saj do të realizohet vetëm nëse njerëzit dhe pacientët mbeten në qendër të çdo vendimi që merret në këtë drejtim. Një nga sfidat kryesore sipas tij është fakti që mjetet e inteligjencës artificiale bazohen në grupe të dhënash masive që mund të jenë të gabuara, të njëanshme ose të paplota. Çka do të thotë se vendimet e tyre mund t'i pasqyrojnë ato të meta dhe të çojnë në gabime mjekësore, të tilla si diagnoza jo korrekte dhe trajtime të pasakta. Në kështë materiali që kishte ndarë dhe Albana me ne një përmbledhje se ku po përdoret sot inteligjenca artificiale, po ndërkohë nga ana tjetër edhe si e shohin vendet të ndryshme të botës përdorimin e saj dhe integrimin e saj në shëndetësi. Dhe ne kemi thënë që nëse mund të ndihmojë diku do të jetë shëndetësia, por sa mund të abuzohet me këtë dhe pse një organizatë, ajo më e rëndësishme në botë për sa i përket shëndetësisë, thotë se nuk jemi gati. Nuk jemi gati edhe mundet që të keq përdoret dhe mundet mos mbrohet në fakt as mjeku dhe as pacienti. Ela Treku, dermatologe, virologe, mirë se vjen kënaqësi doktoresha që të kam, inxhinierin biomjekësor Erman Mertenika, mirë se vjen Erman, kënaqësi gjithashtu që të kam. Unë po e nis pak me doktoreshën, më pas edhe për të përfshirë edhe Ermandin. Doktoresha, sa është futur tashmë në jetën e përditshme vërtet inteligjenca artificiale, ChatGPT-ja, tek kushdo, edhe tek ju që jeni mjek, po edhe tek ne që jemi pacient. Atëherë unë po tregoj një situatë reale, të jo më pak se 2 apo 3 ditëve para, në të cilën një paciente vjen për konsult, unë jap sugjerimin tim si mjeke dhe në fund pacienta thot, doktoresha, më keni thënë fiks atë që më ka thënë ChatGPT-ja. Dhe unë që them ndim shumë e nderuar, domethënë kuptohet në mënyrë ironike që ChatGPT-ja pas ka vlerësuar në të njëjtën mënyrë. Kjo është situatë reale dhe jo vetëm një herë. Çfarë moshe pacientja? Kryesisht janë pacientë moshës 30, 20, 30, 30 e pak.
Po. Flasim më një moshë e re. Ndërkohë që situatë tjetër që prap reale këtyre ditëve të fundit është që ti jep një sugjerim për një trajtim të caktuar, pacienti thotë do mendohem, vjen të nesër më thotë po dakord jam për të bërë atë që më thatë ju dje, dhe ndërkohë që unë e pyes pak sa dhe në mënyrë provokative që e konsultove me ChatGPT dhe të thaj këtë gjë, ajo thotë po, është e vërtet. Unë po tregoj vetëm këto dy situata për të treguar se sa shumë është futur brenda ChatGPT-ja në jetën tonë. Gjë që është shumë probleme, më janë shakave, është realisht shumë problem. Kur ju thoni që e ka folur me ChatGPT-n, për çfarë konkretisht? Nga që është dermatologjia si fush, flas për ndonjë nishan, për ndonjë... Për të gjitha, qoftë edhe për pjesën e mjekësisë patologjike, nishanet e tjera, por qoftë edhe për pjesën e mjekësisë estetike, se dhe mjekësia estetika realisht është mjekësi, pavarësisht se është abuzim, por gjithsesi kjo është diçka tjetër, domethënë që përket tregut tonë, por edhe për pjesë patologjike, domethënë pacienti futet një. Estetike, çfarë estetike? Injeksionet. Që pyesi nëse duhet ta bëj injeksionin këtu. Po çfarë është rekomanduar për lëkurën time, nëse është ky trajtim për lazerat e të tjerë, domethënë ne kemi konkurrentin më të fortë aktualisht, gjithë mjekët besoj kemi ChatGPT-n. Dhe nëse ka thënë ChatGPT-ja, kjo punë ka marrë fund. Çfarë do që të themi ne është shumë, domethënë është nuk është më një kontrollues. Jo, nuk është më kontroll, është udhëheqës. Është udhëheqës. Aktualisht është udhëheqës. Është gjë shumë e trisht, por të shqetëson kjo fakti që është udhëheqës? Absolutisht po që është udhëheqës. Absolutisht që më shqetëson sepse normalisht jo çdo gjë çfarë konsumohet është ashtu siç thot ChatGPT-ja, shpeshherë ka gabime që unë për shembull e kam provuar vetë për të parë dhe për të kuptuar, sigurisht është algoritëm. Për mua që jam mjeke, për një gjë specifike dhe që e di se si është realiteti në krahasim me atë çfarë thot ajo, patjetër që po më ka sill gabime. Por pacienti këtë pjesë nuk e di dhe shpeshherë niset dhe trajtohet, madje merr dhe mjekim. E bën dhe këtë ChatGPT apo jo Mandi? Na keni konkuruar, domethënë na keni kaluar pritshmëritë. Të jep edhe recetën aty. Jep edhe një shejtani vet. Po, e shënon një që mirë është të konsultohesh me mjekun, dermatolog, por ndërkohë ta thot në fund atë. Ajo është shumë e vogël atje në fund. Siç ishte tek reklamat e farmaceutikës. Por në fund fare këshillon gjithmonë për të qenë rahat vetë dhe mos të ketë ndonjë problem ligjor nesër pas nesër për problematika të tilla. Interesante kjo, në fakt tani që e mendoj, ChatGPT-ja mund të bëhet edhe si puna e mjekëve, të çojnë ke receta ilaçin që duan. Shikoj, disi është Flori. Bota farmaceutike mundet që të nxjisë. Unë e mbështes Elën totalisht. Është bërë domethënë shoku ynë, doktori ynë digital, po e di çfarë ndodh me Ela edhe kritikon. Ela kritikon shumë. Unë kam bërë një pyetje shumë interesante ChatGPT-s. Çfarë pyeta? Edhe për shembull i kam thënë të qeshësh, domethënë shumë, a të bën mirë për shëndetin? ChatGPT-ja thotë të qeshësh shumë, të bën mirë për zemrën. I bie tani që Mr. Bean tjetë kardiologu më i famshëm gjithë botën, edhe Netflixi të jetë spitali më i famshëm gjithë botën. Edhe një pyetje tjetër i kam bërë, sepse kjo është bërë shumë virale. Të hash një kokër moll, mban mjekun larg. Tani po të hash 2 kokra moll, këtë mbaj larg, apo do i rrim në larg mjekut? Së di e pas ke futur një cikël ChatGPT-n. Domethënë, unë dua të them këtë që është bërë shoku ynë digital, doktor Google atë se po e bëmi qik për batut, po si ka mundësi e zem fjalla vjen ChatGPT-ja apo inteligenca artificiale, po majmë rastin e dermatologjisë t'japi këshilla për shumë fjalla vjen, a mund të zëvëndsoj doktoresh Ela Trekon me profesionalizmin që ka? Do më thënë, si mund t'i besojmë në 100% tash shkruaj aty se ndodh ajo? Pyetja është këtu, çfarë e mbron, pra nëse Ela i jep një recet një pacienti di se ku t'i referohet. Çështja është nëse mua ma jep ChatGPT-ja një recet. Ky është mesazh sensibilizuar që çdo pacient. Do vite doktori pastaj, do thotë shiko se bëra gabim. Ka ndodhur ndonjëherë Ela ky rast, pra që të ketë marrë diçka gabim? Po, ka ndodhur dhe pastaj shiko se unë nuk e kanë thënë që në fillim që kanë qenë domethënë pjesë e ChatGPT-s gjithë receta, por pasi kanë thënë unë konsumova diçka dhe kur ti fillon edhe futesh më të dhe pyet se si është puna, thotë që shiko se pash online, shpreha pash online është kjo gjë, base bëra gabim, por patjetër, shko, në fund fare, domethënë, ajo ka një orientim, është një mandi di më mirë këto gjëra, domethënë që praktikisht është pjesë e teknikës, merr informacione nga shumë gjëra i përpunon, okej, është një mjet ndihmës, por me një limit. Nuk mund të rvesh tani të shikosh një nishan, të thotë ChatGPT-ja mua më duket mirë ky. Edhe ti ku sa e bukra fare? Se ka padur raste që shojnë edhe nishan. Po, me foto. Me foto. Të bëjmë fotot nishanit, ta uploadojnë dhe ta jep përgjigjen kështu. Bëjmë foto njërë një nishan. Do gjemë një nishan. Një nishan që e kemi këte. Shikoj, ja të gjemë edhe të thotë. Ja ta bëjmë.
Ajo, Flori, di çfarë të thotë? Të thotë ajo, të jep përgjigje, domethënë tamam si një doktor digital, e themon. Por edhe të thotë në një anë tjetër që duhet shkosh tek një mjek real, ke një pacient. Ama se gjithë më kujtove tani, më kujtove një rast në BBC ku i thot mjekja i thot ki kujdes shko kontrollon nishanin, kështu që nuk po e bëj këtë se i doli aty, i doli që i kishte nishan kancerogjen. Edhe kjo, atër sensibilizim e këtë rast, marrin sensibilizim që duhet të kontrollon dhe duhet vinë tek mjeku. Duhet kontrollon. Po si më mjeku bën 5 vjet shkollë dhe... Jam dakord, në dermatologji, në një farë forme ti e ngres si shqetësim, po nga ana tjetër në imazheri që përdoret kaq shumë, në të vërtet mand. Unë faktikisht e di çfarë më ka ndodhur. Është kaq sepse imazheria është më ndryshe se sa një vizit apo një prekje me dorë. Shiko, nëse bën një grafi për shembull ose një skaner, një grafi pulmoni për shembull, për një po marrim rastin për një që pi duhan ose është duhan pirës. Bën një grafi dhe atë grafin e kanë në formën e fotos dhe uploadon ke ChatGPT apo këto Google Assistant e tjerë. Ajo të bën një përshkrim që mund të ketë këtë e shikon deri diku, domethënë, por që nuk është 100% si një mjek real tash që t'japi diagnozën. Po ama ato shëndetësore të flas, sepse ne kemi dhe sistemet nëse mban mend AI që e kemi diskutuar dhe bashkërisht, janë futur 200.000 imazheri, në të cilën secila prej tyre ka një diagnozë specifike dhe kush është më e ngjashmja, ajo të referon edhe të thotë se çfarë mund të kesh. Ta jep domethënë të tregon, po them unë gati 90-95% të tregon domethënë orientimin që mund të ketë në klog, në bllokim, në gjë të tjera, por që ne kemi përmendur pak a shumë. E mira të mirave që ti me këm tok për problematikat të cilët fillojnë të bëhen kronike, duhet shkosh tek një mjek. Për shembull rasti një pacienti që ka pas një adenom polimorfike në parotis. Marrim një rast. Ky pacienti fjala vjen nga një masë shumë e vogël, duke filluar Google-on të lart e poshtë me anë të informacioneve të tjerë, i thoshë që mund të jetë një masë që mund të reduktohet gradualisht, por që nëse pikërisht pra problematika nuk evitohet me kohën, pra ti mund ta provosh 1 muaj, 2 muaj, por jo më shumë ta zvarrish sepse është kosto mbi shpinë. Nëse ti ke një problem kronik, patologji kronike që vazhdimisht, kalon 2 muaj, 3 muaj, lëre më. Doktor Google-i, doktor ChatGPT apo thënë për batut nuk bën punë. Duhet shkosh të diagnostikohesh tek një mjeke, tek një klinik mjekësore që të marrësh, domethënë sepse po ta zvarrisësh ti ke edhe koston shëndetësore, ke edhe koston monetare. Sepse fillon problematika agravohet. Dakord, po e bën punën teknologjia, inteligjenca artificiale aplikuar në shëndetësi është tjetër kategori, ndërsa këto që themi ne që të kërkojmë informacion online, mund të themi që ka edhe të sakta, por që jo totalisht ne të shkojmë për një problem, të marrim recetën e mjekut apo farmacistit. Thuaja këtë paciente që është ratuar në shtëpi, që në përgjithësi shqiptar, po vjen keq ta them, po janë shumë neglizhent ndaj shëndetit, që por i rehat edhe thotë, "Ok, ma tha ChatGPT apo shëndetësi ka që është kështu tani, dhe kush rri e vetet e doktorit se duhet të pres radhën e të tjera e të tjera." Ka dhe nga ato pacientë që kanë frikë, për shembull, fjala vjen që shkojnë në spital. Si kanë frikë? Përqindje shumë e vogël. Frika psikologjike, psikoneurotikë. Në fakt është e vërtetë edhe kjo. Pra ka një lloj paniku, po te dermatologu jo. Kur e mendon për shumë në një situatë tjetër, dermatologjia është një profil shumë i rëndësishëm sepse nishanet të ndryshme, shenja apo të tilla gjëra që krijohen duhet patjetër të bëhen vizita. Po sido që të jetë një problem, një melanom për shembull, siç e di. Sido që të jetë dermatologjia prap nuk të krijon një lloj paniku aq të madh. Pse na paragjykon? Kur më thuaj, nuk të paragjykoj, do të them të vërtetën. Ela, po të them të vërtetën. Unë kam jeni jashtëmase të rëndësishëm, por për shembull, kur unë shkoj te dermatologu, vetë personalisht që e kam rutinë timën, nuk shkoj asnjëherë me aq frikë sa çdo shkoja te kardiologu. Se te kardiologu mendoj që po më doli diçka, duhet të operohem, pra ka një lloj, nuk është e njëjta gjë. Apo e frikshme është vetëm kur më thon do të kontrolloj nishanet. Ajo krijon një lloj, domethënë të krijon një lloj paniku, të krijon një lloj frike. Çdo profil Flori ka çdo gjë që do të çonte një smundje e keqe e pashërueshme. Gjithmonë duhet të japim mesazhe sensibilizuese, se dua ta jap këtë mesazhin. Çdo gjë është e shërueshme nëse ka gjithmonë kontrollet një herë në vit maksimumi. Mbajeni këtë një herë në 6 muaj, një herë në vit duhen bërë që të paktën të dimë se çfarë. Ka shkuar shkenca tashmë e AI-t për të mos dalë dhe nga tema. Tashi teknologjia dhe inteligjenca artificiale po të marrim në aspektin shëndetësor, ne kemi përmendur sot jetojmë në një shëndetësi krejt ndryshe, në një dimension tjetër në raport me një shëndetësi që ka qenë para 15 vjetësh apo 20 vjetësh. Sot për shembull pajisjet mjekësore siç kanë edhe doktoresha në për klinika për shembull fjala vjen pajisjet ndryshme dermatologjike, pajisje kardiologjie, pajisje imazherie, kirurgjia robotike. Sot domethënë ka arritur
një maksimizim të vetin deri diku. Që do thot një pacient trajtohet në mënyrë më precize, mund të parashikon problematikat të cilat mund të shfaqen me atë inteligjencë artificiale. Kirurgjitë bëhen më precize, sigurisht një robot kirurgjikal mund funksionon në harmoni me një mjek, me një kirurg njerëzor, pra me një inteligjencë natyrale, mjafton mjeku trajnohet mirë për bërë procedura etj. Diagnostika, software-ët janë të azhurnuar, domethënë është një mjekësi që inteligjenca artificiale anon shumë pozitivisht në sektorin shëndetësor, por te kalimi duke pasur spekulime të ndryshme për problematika të cilët shfaqen në çdo profil mjekësor, në çdo sektor, si në imazheri, si në pneumologji, si kardiologji, si dermatologji etj. Ne mund të marrim informacionet përgjithshme nga disa faqe shumë të sakta, të cilët ka Google i vet, kanë këto databazat, por jo që ti neglizhojmë gjërat vazhdimisht, domethënë patologji kronike, 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, pa hajde se doktor Google i do bëjmë mrekulira. Është pa mundur. Do shohim se çfarë do ndodhë dhe si do zhvillohet, ë? Keq e shoh punën. Problematike e shoh situatën. Problematike pse? Po kemi edhe fëmijët e vegjël sot. Shoh që shumë shpejt, domethënë, është edhe kjo, okay, është shumë mirë që është zhvilluar, por nëse vazhdohet me këtë ritëm dhe duke patur mend parasysh mendsinë e individëve, shumë shpejt mjekët do kalojnë në plan të 2, do ishte shumë të thosha, po fatkeqësisht të 3 e të 4. Do jetë vetëm në një situatë që duket sikur Ela po na zëvendëson kjo inteligjencë artificiale, kjo teknologji. Ju e keni fajin. Ju e keni fajin. Mirë, ne kam bëni debatin tani, ma kishit nisur që në fillim, se tani jam në mbyllje. Ju falenderoj shumë që u kisha. Inxhinierët do zëvendësohen fillimisht. Dhe ju mirëpres përsëri për diskutimet e radhës në AI. Ndërkohë që Ela me Ermandin bëjnë këtë bisedën e tyre,